Luqi! Ekipi juaj është kthyer një trofe ndoshta më të madh që keni arritur deri tani nga kampionati botror i karates në Kroaci. Atëherë, më saktë është Liga Botërore e Karates për të rinj, ose Youth League si i themi ne Karate One në anglisht. Në këtë event morën pjesë 4.000 sportistë nga 78 vende të botës. Gjithashtu dhe Shqipëria që pjesëmarrëse me 4 sportistë, 3 sportistë nga ekipi i Tiranës dhe 1 bijtë e Shqipës Nusje, Lushnjë, që e përfaqësoi Amanda Dedej, sportista jonë ku dhe triumfoi në kategorinë U14 vjeçe minus 52 kg, që fitoi medalje ari, mbas 6 ndeshjeve dominuese të fituara nga Amanda. Si ishte ky kampionat botror lirim? Ndryshe nga tjerë, po ishte çfarë prisnit ju të merrni nga Amanda? Atëherë, ne kemi vite që punojmë për këto arritje dhe kjo medalje nuk erdhi rastësisht, erdhi dal nga viti në vit, nga suksesi në sukses, dhe ishte një arritje mbas një punë intensive profesionale shumë vjeçare. Synimet për të ardhmen me ekipin tuaj, shohim këtu që paletin tuaj ka shumë fëmijë që stërvitet. Atëherë, synimet janë të qarta, nivelet ndërkombëtare, ballkanike, europiane, botërore, dhe synimi i Amandës për momentin tani, duke që se kemi arritur gjithë to, është medalje olimpike. Okej, sukses. Faleminderit. Ecim. Kthyer nga kampionati botror në Kroaci. Si është të vish me një medalje ari dhe kampione bote në moshën tuaj dhe në peshën tuaj? Është një emocion, gjithashtu dhe kënaqësi, është gëzim, Që vetëm sporti i dhuron. që vetëm sporti i dhuron. Atëherë, vetëm 14 vjeç dhe kanë arritur majë. Synimet tuaja cilat janë, Amanda? Synimi im është të marrë medaljen e artë në lojrat olimpike. Po për të ardhur deri këtu te kjo medalje e artë që keni marrë në kampionatin botror të Kroacisë, si ishte? Kishte konkurrent fort? Kishte konkurrencë, pasi ishte dhe botror, ku marrin pjesë vetëm më të mirët, dhe po thjesht do punë që të arrish, domethënë. Në ndeshjet tuaja si dolët? Si ishin? Kisha gjithsej 6 ndeshje, ndeshjen e parë me Ukrainën, të cilën e munda 6-0, ndeshjen e dytë me Hungarinë që e munda 4-0, ndeshjen e tretë Suedi që e munda 6-1, ndeshjen e katërt Itali 1-0, ndeshjen e pestë Bullgari 1-0 dhe ndeshjen e gjashtë e kisha me Serbinë, e cila ishte dhe finalja, të cilën e munda 4-0. Pra ishte finale dhe ju ishit absolut, apo? Po. Sukseset e tij. Faleminderit. Juve në kampionatin e fundit botror që është zhvilluar në Kroaci, morët medaljen e arit. Si u ndjet? Unë ndjeva shumë mirë pasi arrita të synimin tim që të dilja kampione bote në ligën botrore, e cilën fitova 6 ndeshje. Të cilën ndeshjen e parë pata me Ukrainën që fitova 6-0, ndeshjen e dytë me Hungarinë e fitova 4-0, ndeshjen e tretë me Suedinë e fitova 6-1, ndeshjen e katërt me Italinë 1-0, ndeshjen e pestë me Bullgarinë 1-0 dhe ndeshjen e fundit, e cila është finalja, e pata me Serbën, të cilën e munda 4-0. Në kampionatet e mëparshme keni marrë medalje? Po. Po, kam dalë dhe kampione Ballkani në 2023 dhe nën kampione Ballkani në 2024. Pra për 2 vite radhas finaliste ballkanike, që nuk e ka arrit asnjë sportist shqiptar deri më sot. Cili është synimi juaj për të ardhmen? Synimi im është që të marrë medalje të artë të lojrave olimpike. Faleminderit dhe sukses. Faleminderit. Do rrini këtu? Do ta bëjmë edhe një herë tjetër. Zoti Dedej, ekipin tuaj keni marrë pjesë në kampionatin botror të ligës së të rinjve në Kroaci. Në përrec të Kroacisë, po. Cilat ishin ekipet përfaqësuese
dhe si u paraqitët në këtë kampionat? Atëherë, në këtë event që u mbajtë nga data 26 deri 29 qershor, morën pjesë 4.000 sportistë nga 78 shtetet të botës, nga mosha 10 deri 21 vjeç, pra ishte Liga Botërore e Rinj, ose ndryshe si themi në anglisht Youth League, Karate One. Dhe Shqipëria u paraqit me 4 sportistë, 3 nga ekipet e Tiranës dhe 1 nga ekipi B të Shqipës, Lushnjë, pra. Ku Lushnjën e përfaqësoi Amanda Dede në kategorinë minus 52 kg, ku gjithashtu mori edhe medaljen e arit. Mbas 6 ndeshjeve suksesshme bindet Amandës, duke i marrë pothuajse gjithë me 0, vetëm një sportiste suedezja i mori 1 pikë, që ishte 6-1 për Shqipërinë. Hadi pak më tej. Shumë i Hadi tërgëm profesionalizëm. Super. Hajde, nuk thash jam e thas, bravo. Jo vetëm para Alvin, profesionalizëm tërgoj. Enrique, nuk përdo para mi. Prandaj I thash si thasë, kemi kamërën e hapur, deroj. Hajde vërë, Edhe kjarë, shumë mirë. Sa të vjafë me minjere, Jana, mos e lërë të vi ma afër së zdurë. Bratë, edhe ikë, hydhe ikë, ose provoko, hydhe ikë, jo direkt, se ty të prëtë. Hy ikë. Nuk hy me rrimot, Jusef, e me minjere. Hale, jame, e pesi prete, ma në duart poshtë, që ti t'y ish lartë. Gjeta mbara, edhe një shkojnë. Gjeta mbara, shkojnë para, gjeta mbara, ecë! Një, sa, qi, go! Ma vate, gjota nuk. 2 minuta besa. Doni një ndeshje, shikoni një ndeshje. Kemi kamë mbrapa e blok lartë. Ecë! Kemi para e gjota nuk. Ecë! Një! Sa! Qi!